Disa komuna ende janë të zhitura në mbeturina. Rreth kontejnerëve të strëmbushur janë krijuar deponi, ndërsa disa prej komunave kishin nisur pastrimin, por sërish ishte e pamundur të mblidhen të gjitha mbetjet. Qytetarët kanë frikë se situata e njëjtë i pret edhe pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve, nisoj, mund qëtë edhe më keq. Nuk do jetë më i pastër Shahiri? Nuk më mërmenje. Pse? Pse mendon kështu? Po ju vetë pi shifni, apo bëjnë punë. Ato mbeturinat nga pishohen për rrugë. Si është? Marketingi para zgjedhjeve. Premtimet, sa dush, punë hiq. Që me thonë? Mu më mërmenja që më regullë në shashe këtu. Do izbori ќе биде чисто, после избори старо по ново. Мислиш па ќе тргнам старо? А што мислите вие? Друго ќе биде, сега е најнечисто. Крај. Përgjendjen e krijuar me mbeturinat në Shkup, nga higjiena komunale ditë më parë thanë se për shkak të masës së shtuar të mbeturinave, ndodh që të ketë vonesa në largimin e tyre, por aktivitetet shkojnë sipas planit operativ të paraparë. E sa i përket pritjeve të qytetarëve sa do të zgjohen në një Shkup më të pastër, do duhet të presin përfundimin e zgjedhjeve lokale.